Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. NATO nuk ka plane për uljen e numrit të trupave në Kosovë. Admirali Giuseppe Cavo Dragone konfirmoi se misioni i NATO-s në Kosovë mbetet shumë i rëndësishëm për stabilitetin e gjithë rajonit. Kam ardhur këtu me gjithë komitetin ushtarak nga 32 general dhe admiral nga 32 vendet anëtare të NATO-s që ata të kenë kontakt drejt për drejt me realitetin në teren. Tani ata i din gjërat për vendin tuaj, atë që ndodh këtu kjo sigurisht do të jetë shumë e dobishme kur ne të takojmë dhe të marrim vendimet, deklaroi zyrtari i lartë i NATO-s. Duke folur për kapacitetet ushtarake, Dragone ka përmendur dhe angazhimin e shtuar të personelit në zona të caktuara operimi si dhe përforcimin e trupave gjatë incidentit në veri të vitit 2023. Ukraina paralajmëron shtimin e sulmeve ndaj Rusisë. Presidenti Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmet brenda territorit të Rusisë në javët e fundit kanë synuar të shkatrojnë rafineritë e naftës, depot dhe portet e të paralajmëzojnë burimin më të madh të financimit të Moskës për luftën e saj në Ukrainë, ndërsa çmimet globale u rritën për shkak të luftës së Iranit. Shërbimi i sigurisë së Ukrainës kishte raportuar një sulm të suksesshëm thellë brenda Rusisë, duke i quajtur atë si një fazë të re në përdorimin e armëve ukrainase për të kufizuar potencialin e luftës së Rusisë. Presidenti rus Vladimir Putin e përshkroi sulmin si provë të sulmeve në rritje të Ukrainës ndaj objektivave civile. Peter Magyar synon të rivendos një fazë të re të vizitës së tij të parë në Bruksel pas fitores të zgjedhje, duke synuar hapjen e një kapitulli të ri në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian pas viteve të tensionuara gjatë qeverisjes së Viktor Orban. Ndryshe nga Orban, i cili shpesh përdore vizita në Bruksel për të sfiduar Bashkimin Evropian, Magyar kërkon të nisë një epokë bashkëpunimi që të mund të çojë në zhbllokimin e miliarda eurove fonde për Budapestin. Brukseli kërkon gjithashtu një qasje të re nga Hungaria ndaj Ukrainës për fshirë zhbllokimin e fondeve për armatimin e Kievit dhe heqjen e vetos që pengon avancimin e Ukrainës drejt antarësimit në Union. Bashkimi Evropian vendos të lehtësojë përkohësisht rregullat e rrepta për ndihmën shtetërore duke u dhënë mundësi vendeve anëtare të subvencionojnë më shumë energji për industrinë dhe të zbusin pasojat ekonomike të konfliktit në lindjen e mesme. Vendimi u njoftua në Bruksel kur nënkryetare e Komisionit Evropian, Teresa Ribera, deklaroi se rritja e fundit të çmimeve të energjisë kërkon një reagim të menjëhershëm. Sipas rregullave të reja të vlefshme deri në fund të vitit, qeveritë mund të mbështesin më bujarisht industritë me konsum të lartë të energjisë si çeliku dhe kimikatet. Ato mund të kompensojnë deri në 70% të kostove shtesë për karburant dhe plera. Krahas saj, thjeshtojnë procedurat për ndihmë deri në 50.000 euro. Shtetet e Bashkuara të Amerikës së shpejti do të fillojnë të lëshojnë pasaporta që përmbajnë imazhin e presidentit Donald Trump. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se dokumenti do të jetë pasaporta standarde që do të dalin nga Agjencia e Pasaportave në Washington. Përdorimi i imazhit të Trumpit në pasaportat amerikane shihet si pjesë e një seri nismash për shënimin e 250 vjetorit të pavarësisë së SHBA-s. Sipas një modeli paraprak, fytyra e Trumpit dhe në shkrimi i tij në ngjyrë ari do të shfaqet në pjesën e brendshme të kapakut të pasaportës. Vitin e kaluar emri i Trumpit është vendosur gjithashtu në institucione si Qendra Kennedy dhe Instituti Amerikan i Paqes. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.